Thot Allahu Azza wa Jall, "Ash-shaytanu ya'idukum al-faqr." Shejtani ju frikson juve pe fukarallakut. Në atë kuptimin ruju se ki më bë fukara, s'ki me pas, kur dash me dhan, wa ya'murukum bil fakhsha. Ai urdhron juve për të këqija. Kënenat nal prej sadakas, nal për bamirësis, kënenat shtin me harxhu ku zban. Domthon, ta nal udhën e hajrit, e me këtë veprim të largon për njerëzve të hajrit, e të shtin me harxhu ku zban, e me këta të lidh me ata të sherrit. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. E Allahu në anën tjetër ju premton falje prej tij, edhe mirësi. Wallahu wasi'un alim. Allahu e din fort mirë çka dohet ty, edhe kur dohet ty. Kështu që ki me zgjedhë musliman, ose shkoj shejtanit, pasoa shejtanin, ama dije që shejtani të urdhron që mos me dhanë sadaka, e me dhanë aty ku nuk ban. Duke u nis prej dhanit, prej alkoolit, prej teprimit, prej gjithë shkafit, prej harameve. Ama sadaka jo s'ka çupona ti. Ti çupona. Fakt, çupona. Ama ti nuk ban me nal dorën. Ose ki me pasu këtë rrugë shejtanit, ose ki me pasu rrugën e Allahut. E Allahut thot me dhanë, edhe ka zënë që ta kthen dunja në heret. Edhe e din mirë kur ta kthen, edhe sa ta kthen, e në çfarë forme, edhe kur. Ti menon që sot dohet, a di sa sanët kena kujtuna që sot na kanë dasht. E kena pa që jo, tash na don shumë ma shumë se sa atëherë. Ose e dim që më na i pa dhënë Allahu atëherë, ku me ditë ku kishmi përfundu. Njëjtën mundësi më na e dhënë sot kem familje, kem gjana, nuk i harxojmë ku s'dohet. E lutem Allahun azza wa jalla na ruaj.